Është tek 90-tat, por Ramadan Kaja nga fshati Gjorici Bulqizës nuk i ndahet punës në bujqësi. Ai thotë se gjithë jetën ka punuar fort, por edhe është ushqyer mirë. Kjo ka bërë që ai të ketë mundësi të dalë në Aram. Kaja shpreh se bujqësia do punë gjithkohës për t'i marrë rendimentin. Dikur Gjorica quhej ambari i Tibrës për shkak të prodhimit të lartë që kishte në të gjithë kulturat bujqësore. Kam punuar në kooperativë bujqësore, sa i kum lujt telët. Vit në 400-500 ditë punë nuk fotësha. Por kum hangër ushqim bio. Nuk kum hangër ushqim me betisice, me helme, me dreshëm. Kote në Verhozh, Dibra ka qenë, Gjorica ka qenë hamari i Dibrës. Prodhote 1000 kuntal misër, 1000 kuntal grun, fasule, tuhan, perime, çishtu prodho. Fruta, çdo gjë prodhon ki, molla. Sipas 90-vjeçarit Ramadan Kaja, shkak i degratimit të bujqësisë është largimi i të rinjve, por edhe politikat jo motivuese që banorët të jetojnë në fshatra të punojnë tokën. Ai vën në dukje mungesën e tregut të shitjes, gjë e cila ka bërë që çdo vit prodhuesve t'ju mbeten prodhimet pa shitur. Sot prodhimet ngel, dhe bërish prodhimit ngel. E në rinia kanë hikse në punë, ne duhet ketë në njerës, s'ka në njerës, se përpara ishin populli i grumbullu, ishin gjithë njerëzit ishin këtu, gjithë rinia këtu, nuk punojnë si jam 90 vjeç është ai. Po punojnë breziri, 20, 30, 20, 50, 60 që. Ja mundojmë këto Gjorica, se Gjorica është vend i artë, o vend me ujë. Ka ujë të mjaftueshëm. Nuk vujmë no, këtu është gjinof. Unë këtu e kum kanalin e parë, kanalin këtu ti. Sa herë du me vadit e vadisaren, 7 herë e vadis misrin unë, 7 herë. E në bëha i pizëvek, bëhat mësi, ne, shefe dorën të ime, doftova në atin a gjenë, ne bëhat mësi. Shumë isa janë pleqore, kanë me 2 pleq. Unë e kom një djale, ku majë me zort një. Kjerët kanë hikë. Pojësia po banë, po do punë, ma shumë do punë të të punësh, do i shtetit në animoj pak se prodhimet, bëjmë prodhimin, ku ta qenë. Në së të shtetit të bëjmë në ndihmë, në i gjangë. Me më shtetit ma shumë, nuk kemi nevojë të borrim jashtë. Në Shqipni, as grun, as fasule Shqipni, o ven prodhu, so shok i dashtun. Dash industrial, dash mineral, dash ujor, ne hamë me lungë Florinit, këtë shtetit tamam. Po nafta, po sot të në dhonë nafta, me leke bëjmë, o shok i dashtun. 20.000 një punim, 20.000 freza, 12.000 ajo mjellja me maqinë, 15.000 prashitja. Pleni kemi ka shumë atmosferë, si thonë, na shumë, nuk i del kosta, se të gjohën pak jetë. Ndryshe nga para viteve 90, ku e gjithë fusha e Gjoricës mbillej grur, tani ajo lihet të djerë dhe banorët e përdorin vetëm për të marrë barin si ushqim për baktin.